Po, sot jam personalisht njëri i cili ka hedhur gazin Lotcellës, bashkë me disa deputet tjerë, por gjithmonë i qëndrojmë asaj se ky është një veprim kolektiv i opozitës. Unë qëllova rastisht të jem ai që kam hedhur sot. Të tjerë kanë bërë para meje, të tjerë do të bëjnë pas meje me siguri të njëjtin veprim. Tër opozita ka hedhur gaz dhe nuk është më rëndësi kush e ka hedhur gazën, por mendoj që ne jemi qëndrueshëm dhe mendoj që çdo herë do të veprojmë. Kjo është diçka më e vogla që mund ta bëjmë kundër atyre dy marrëveshjeve që krijojnë një shtet, mini shtet të Serbisë në Republikën e Kosovës. Aktiviteti i angazhimit të deputetëve të opozitës në Parlamentin e Kosovës e ka këtë objektiv: pamundësimi i realizimit të agjendës së qeverisë, e cila po tenton që shkelet e veta kushtetuese dhe veprimet e saj në kundërshtim interesin e vendit ta merr me vete edhe Parlamentin e Kosovës. E ne nuk po duam ta lejojmë që Parlamenti i Kosovës të bëhet pjesë e fajit dhe shkeljes kushtetuese që ka bërë qeveria e Republikës Kosovës.